Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Përshkrimin e ëngjëjve. Një pjesë e tyre rinë në rrete rënda e ca të tjerë në lartësitë e maleve apo në zymtësinë e errësirave të përjetshme, pastaj ka të tjerë me këmbët ngulur në caqet më skajore të dheut, si ca flamuj të bardhë që era i hapërdan me vrundujt e saj të papërmbajtshëm. Detyra për adhurimin e tij ka liruar nga çdo andrall tjetër. Sinqeriteti i besnikërisë të tyre është hallka që i lidh me dijen e tij, besimi i tyre te ai i bën t'i kenë syt vetëm tek ai. Ata mallohen vetëm për atë, jo për tjetër gjë. Ata e kanë shijuar ëmbëlsinë e dijeve të tij dhe kanë gjerbur nga kupa e pashtershme e dashurisë së tij. Rrënjët e drojes prej tij buisin nga thellësitë e zemrave të tyre, e shpina e tyre drejt gjen prehje veç në përulje e adhurim përpara tij. Por as koha aq e gjatë për ulur para tij, as afërsia drejt për drejt i qëndrimit me të, nuk ua ka bërë të rënë ndonjëherë peshën e frikës prej tij.